Dua të shohim pak se si do t'jetë situata meteorologjike, shumë rëndësishme edhe koha nesër për Prishtinën, por natyrisht edhe për Tiranën e zonat të tjera të rajonit ton. Lajda Porja është me mua në këtë lidhje të drejt për drejt. Lajda, mund të na e parashikosh pak kohën në Kosovë, fillimisht pastaj të vim në Shqipëri, se kam përshtypjen gjithë shqiptarët i kanë sytë në Prishtinë nesër. Fakt edhe pse është rrezaton dielli, nesër do të vijojnë kushtet paqëndrueshme, duke qenë se një sistem vranësirash do të afrohet, edhe në Republikën e Kosovës pritet që të kemi rreshje, po për hir të vërtetës rreshjet pak më të dëndura do të jenë paradite dhe në pjesën e dytë të ditës do të jenë më të pakta. Nuk është se do të jenë kushte ideale me një mot të kthjellët me diell, po do të jetë relativisht edhe pak ftohtë, por rreshjet nuk do të sjellin probleme sa për të pasur probleme për gjithë ndeshjen e cila do të ndodhë, duke qenë se rreshtet do të jenë më të pakta dhe kryesisht më të dëndura janë orët e paraditës. Situata e paqëndrueshme do të vijojë në fakt të martën të mërkurën të njëjtën dhe pjesërisht të premten, duke filluar nga fundjava, më në fund do të shikojmë atë ditët tipike të pranverës. Duke qenë se tashmë temperaturat ne kemi parë që kanë qenë relativisht të ulta, do të vijojnë, do mbyllet marsi dhe të paktën 3 ditët e para të muajit prill të jenë me temperatura të ulta. Në Republikën e Kosovës pritet që të jenë 0 dhe -1 zona të caktuara, në Prishtinë do të jemi afër 0 gradë minimalja dhe maksimumi jo më shumë se 10 apo 11 gradë. Janë nuanca dimre ose temperatura tipike shkurti, edhe pse po futemi zyrtarisht në prill, duke filluar që nga fundjava do jetë e shtuna, e diela dhe e gjithë java tjetër që do të sjellë ndryshime mjaft të mëdha të temperaturave. Do të kemi një ndryshim drastik ku temperaturat në fundjavë do të rriten menjëherë me 4 apo 5 gradë, duke sjellë jo vetëm diell, po edhe një mot të ngrohtë. Do të rikthehemi sërish në territorin shqiptar, sot është diell. Parashikohet që sonte gjatë natës të kemi vranësira, sikundër e thash, ky sistem vranësirash do vendoset sonte gjatë natës duke sjell rreshje shiu. Her pas here do të ketë derebeshe në zonat veriore veriperëndimore. Parashikohet që rreshjet të jenë më të dukshme ose më të dendura në pjesën e parë të ditës, duke ju afruar orëve të pasdites dhe mbrëmjes pritet që të ketë rënje të intensitetit të tyre, do të jenë më të dobta edhe pse do jenë prezente. Do rishfaqen rreshjet e dëborës në zonat të thella malore dhe parashikohet që edhe të mërkurën edhe të njëjtën rreshjet jenë prezente. Kryesisht rreshje të dobta dhe her pas hajre mesatare. Rreshjet e shiut dhe dëborës do jenë prezente deri në orët e paraditës të ditës së premte, duke filluar që nga pjesa e dytë të premtes, fundjava dhe gjithë java tjetër do të na risjellë temperatura mjaft të larta dhe mot të kthjellët edhe atë pranverën e munguar. Për sa i përket vlerave termike, sot termometri regjistrohet -1 gradë dhe maksimumi rreth vlerës 18-19, do jetë e marta, e mërkura dhe e njëjtja ku temperaturat do të jenë relativisht të ulta, presim edhe temperatura 0 gradë në zonat malore, parashikohet që maksimumi të jetë rreth vlerës 15-16 gradë, temperatura tipike shkurti dhe presim që të kemi rritje të tyre, një rritje lehtë të premte dhe një rritje mjaft e dukshme në fundjavë, kryesisht të shtunën dhe të dielën. Parashikohet që fundjava në fakt të risjellë ato temperaturat 19-20 gradë, të cilat do të jenë të munguara për gjatë kësaj jave. Çadra me vete për sa i përket të martës, të mërkurës dhe të njëjtës, edhe Republika Maqedonisë së Veriut sot është me kthjellime vranësira, rreshje të dëndura gjatë ditës së martë, rreshje më të pakta të mërkurën dhe të njëjtën, do ketë rreshje shiu, por në zonat malore edhe rreshje dëbore. Termometri regjistrohet 0-1, do jenë mëngjeset pak të ftohta dhe maksimumi jo më shumë se 13 apo 14 gradë, duke filluar që nga fundjava, presim që rajoni i Ballkanit të ketë masa ajrore më të qëndrueshme dhe duke na sjellë atë të ngrohtin e munguar si edhe diellin i cili do të jetë prezent. Pra, e marta, e mërkura dhe e njëjtja me mot të paqëndrueshëm për pjesën më të madhe të Ballkanit. Rreshje më të dukshme para ditën e të Duket se kemi një problem në lidhjen me meteorologen Lajda Porja, po, Lajda, të kemi për mbyllje, se kishim një shkputje. Atë po theksoja që e marta, e mërkura dhe e njëjtja do të jenë me rreshje, kryesisht të martën dhe jenë më të dukshme, ku do të jenë edhe pak më të dëndura, më pak dita e mërkurë dhe e njëjtë, dhe më pas që nga pjesa e dytë të premtes dhe fundjava
do të na risjell dielli nda atë motin e ngrohtë dhe me temperatura mjaft të larta, të cilat do t'i shijojmë përgjatë të shtunës dhe të dielës. Aktualisht jemi me temperatura të cilat afrojnë shumë me nuancat e dimrit ose temperatura tipike shkurti, edhe pse tashmë po futemi në zemër të pranverës, pra futemi gradualisht në muajin e dytë të pranverës. Leda, faleminderit shumë. Javë të mbarë. Falenderoj. Një javë të mbarë dhe. Shkëputur për një hapësirë publicitare.